çokollatë sallami. Ëmbëlsira më e shijshme dhe më e shpejtë që do bëni ndonjëherë. Tani si e bëj unë? Është 150 gram qumësht i nxehtë, i hedhim brenda çokollatën, e cila është 250 gram, edhe e trazojmë mirë derisa të shkrihet e gjithë çokollata. Pasi është të shkrirë, duam ta lëm një çik të ftohet, duam 350 gram biskota. Unë mora këto biskota, mund të përdorni çfarë biskota të doni, po me këto del shumë i shijshëm. I bëjmë copa të vogla edhe i hedhim brenda tek përzierja. I trazojmë mirë të gjitha derisa biskotat të njomen të gjitha nga çokollata dhe nga qumshi. Edhe pastaj, siç është e gjithë përzierja, e marrim e vëmë në një formë keku. Mund t'i vini nga 90 letër kuzhine, unë s'kisha këtë moment edhe i vura nga kjo letra e të dukshme, si quhet cling film që quhet aty në Angli. Edhe pasi e hedhim të gjithë, e mbledhim nga të dy anët që të dali kështu, që të bënet si një rreth, si ta them tani nuk e di, në shqip rollo që quhet, edhe pastaja e mbledhim nga të dy anët, edhe duhet ta vendosim në frigorifer, jo në të ngrirjes, në frigorifer, edhe unë e lash gjithë darkën, që të ngrinte, që të mundemi që ta presim. Kormos shokolatës është në greqisht, çokollatë sallami, e lexova online që është në shqip, mbase nuk gabohem, po kuptoni përse bëhet fjalë. Është aq e shijshme o njerëz, siç u thash, këta të mi të ziheshin, kush do hante më shumë. E shikoni sa mirë që del. Shikoni. Po. Seriozisht provojeni, edhe është gjëja më e shijshme që do keni provuar. Nuk i hedh alkool e gjëra të tilla, ndaja edhe mund të hanë dhe fëmijët.